Një seancë stërvitore në orët e paraditës, para nisjes për në Ljubljanë, Franco Foda dhe djelmoshat e tij sot nisën drejt Slovenisë, ku nesër zhvillojnë ndeshjen e rëndësishme për kualifikimin në Kupën e Botës 2026. Në rast të fitores, Kosova shkruan histori duke siguruar për herë të parë play-offin, por me fitore dhe duke pritur ndonjë rezultat negativ nga Zvicra, Dardanet mund të synojnë kualifikimin edhe nga vendi i parë. Kujtojmë që pas Slovenisë, Kosova luan ndaj Zvicrës në Fadil Vokri në Prishtinë. Përballje eventuale me Kosovën në kuadër të play-offit nuk dëshiron asesi Shqipëria. Kryetari i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka, gjatë intervistës me gazetarin Alind Sadiku të Klan Kosovës, foli për kundërshtarët që preferonte për play-off, por deklaroi se nuk dëshiron të përballet me Kosovën, pasi njëra prej tyre do të humbte mundësinë të kualifikohet në botror. Sipas tij, një ballafaqim i tillë do të vriste njërën palë. Shqipëria siguroi play-offin për botrorin e vitit 2026 mbrëm pas fitores ndaj Andorrës. Goli vetëm dhe vendimtar erdhi në minutën e 67 nga Kristian Aslani. Pas kësaj fitore, ndeshja e fundit ndaj Anglisë, që ka siguruar biletën për botror, do të jetë vetëm për prestigj, ndërsa kuqezinjt do të synojnë kualifikimin përmes play-offit në muajin mars. E shumë shqiptarja kanë mësuar Strasburgut për këtë vikend. Ata atje po shkojnë për të protestuar gjatë të dielës pranë Asamblesë së Përgjithshme të Këshillit të Evropës. Interesimi i lartë sipas organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës po bën që agjencitë ta shfrytëzojnë situatën për të rritur çmimet e biletave të udhëtimeve. Këtë hall e ngriti si shqetësim Hysni Gucati. Ta dëgjojmë. Ne presim diku më numrin mbi 5000 deri në 6000 vet të jenë para Strasburg këtë ditë. Nga Kosova besoj do të kalon numrin mbi 1000 udhëtar që do të vinë. Kam dëgjuar se agjencitë që vjen keq për agjencive pse i kanë shtrëtuar biletat dje dhe pardje. Kjo është e vërtetë, ose më emron se i kanë shtrëtuar biletat në Shqipëri, se kanë nxjerr shumë bileta kosovar. Vjen keq që kanë shfrytzuar rastin disa kompani të shtrëtojnë biletat që ka qenë shumë mirë para disa ditë, kanë qenë diku 72 euro me shkollën më për Basel. Tash dëgjova kanë bërë 120 euro, kanë bërë që merr keq për disa qytetarë, se sigurisht kanë mundësi më marr. Këto kanë shfrytzuar kompanitë. Jo, është e vërtetë kanë shfrytzuar kompanitë dhe kanë shfrytzuar biletat, prerë kanë shfrytzuar. Në Strasburg kemi informacione të sakta, s'ka vend hotele. Kjo është e vërtetë, nuk ka vend hotele që kanë bërë rezervime shqiptarët, kanë bërë rezervime shumë e kanë bllokuar Strasburgin. Kjo është shumë e vërtetë, djellë sot na kanë emëruar, më nuk ka vend tash të largu në periferi apo në qytete të tjera, të morë hotele shqiptarët kanë shkuar deri në Kolmar. Ndërkohë, mbikëqyrësi i një pallati apartamentesh në Brooklyn të Shtetit të Bashkuara të Amerikës ka humbur jetën në mënyrë tragjike pasi u sulmua nga një person që po tentonte të vjedhte pakun në hollin e ndërtesës. Sipas policisë, viktima identifikuar nga familjarët si 41-vjeçari Prim Havolli u gjeti plagosur rënd në kokë. Ai u dërgua me urgjencë në spitalin e qarkut Kings, ku ndodhej në gjendje kritike dhe më pas ndroi jetë si pasojë e lëndimeve. Policia njoftoi se një person është marrë në pyetje, por deri tani nuk janë ngritur akuza. Hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes po vazhdojnë, ndërsa për vdekjen e Havollit kanë njoftuar edhe familjarët e tij në rrjetet sociale. Ata kanë njoftuar se varrimi i Prim Havollit do të bëhet në Kosovë. Një veturë është përfshirë nga flakët mëngjesin e sotëm në magjistralen Prishtinë-Mitrovic. Lexuesit e Klan Kosova.tv kanë dërguar edhe pamje të këtij momenti në redaksi, ku nga automjeti shihet duke dalë zjarri i madh. Ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar si pasojë e këtij incidenti, ndërsa në vend ngjarje kanë dalur edhe zjarrfiksit. Klan Kosova.tv ka tentuar të kontaktojë me organet e rendit dhe është ende në pritje të një konfirmimi zyrtar. Një shtetasi huaj është ndaluar nga policia e Kosovës në pikalimin kufitar të Merdarës, i cili dyshohet se ka prezantuar 2 polica të sigurimit, por që të njëjtat kanë qenë të falsifikuara. Sipas njoftimit të policisë së Kosovës, të dyshuarit është konfiskuar dokumenti i udhëtimit për të paraqitur në prokurorinë kompetente në Prishtinë. Njësit policore pasi ka ndaluar automjetin kamion me rimorkjo me targa të huaja me drejtues të dyshuarin shtetas të huaj po ashtu, i cili ka prezantuar 2 polica sigurime të cilat dyshohen se janë falsifikuara. Në konsultim me prokurorin të dyshuarit i është konfiskuar dokumenti i udhëtimit, i cili është obliguar që të paraqitet tek prokuroria në Prishtinë.
Policia e Kosovës ka arrestuar edhe 4 persona të tjerë mbrëmjen e djeshme. Njëri nga ata është shtetas i Maqedonisë së Veriut. Gjatë kontrollit në një banesë janë gjetur dhe konfiskuar si prova materiale 2 armë pistoleta me 28 cop fishek, disa laptop, 41.2 gram substancë dyshuar narkotike llojit marijuan dhe 2 telefona celular. Ata dyshohet për kryen e veprave penale, posedimi pa autorizuar i narkotikëve, hyrje në sisteme kompjuterike, mashtrim dhe armbajtje pa leje. Rasti ka ndodhur të njëjtën rreth orës 20:15 minuta në rrugën Ali Vitia në Prishtinë. Lidhur me rastin, 4 të dyshuarit janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit, njëri prej tyre është dërguar në mbajtje, ndërsa 3 të tjerë janë liruar edhe rasti është nën hetime. Sot shënohet dita botërore e diabetit edhe në Kosovë. Qendra Klinike Universitare e Kosovës sot në një organizim të saj do të shpalos të dhëna dhe informacione rreth numrit të pacientëve me diabet mellit që trajtohen në QKK, shërbimeve që ofron klinika e endokrinologjisë për pacientët me këtë sëmundje, planeve dhe rekomandimeve për përmirësimin e trajtimit të tyre. Po ashtu, edhe në Spitalin e Vushtrisë Sheikh Zayed do të ketë një simpozium për diabetin. Në Kosovë konsiderohen të jenë rreth 12.000 persona me diabet, ndërsa sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbi 400 milion njerëz në mbar botën vuajnë nga diabeti. Kongresistja amerikane në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ana Paulin Luna, ka reaguar pasi prokuroria në Milano nisi hetim pas pretendimeve se të pasurit nga disa vende të botës kanë paguar për vrasje me snajper të civilëve gjatë rrethimit të Sarajevës nga viti 1992 deri në vitin 1995. Ajo bëri të ditur se ka iniciuar që këto pretendime të hetohen edhe në SBA dhe se është në kontakt me konsulatën e Bosnjës, Hercegovinës si dhe me ambasadën italisë në SBA. Ajo tha se Amerika nuk mund të tolerojë nëse ka pasur veprime të tilla të pagesave për të vrarë civile fëmijë. Republikania tha se nëse ka amerikan të përfshirë, ata meritojnë të akuzohen dhe të ndiqen penalisht. Emrat e ndonjë të përfshirë tha se i ka kërkuar nga qeveria italiane dhe ajo bosnjake. Mbi 500.000 nxënës në Korenë e Jugut ju nështruan të njëjtën provimit të testit të pranimit në universitet. Autoritetet koreane morën masa të jashtëzakonshme për të garantuar qetësinë dhe mbarvajtjen e procesit. Të gjitha fluturimet në vend u pezulluan për 35 minuta, nga ora 13:05 minuta deri në 13:40, në kohën kur zhvilloi pjesa e dëgjimit të anglishtës. Vendimi preku rreth 140 fluturime, përfshirë 65 ndërkombëtare, ndërsa avionët të detyruan të qëndronin në ajër në pritje për shkak të kufizimeve në 3000 metra lartësi. Edhe tregjet financiare dhe shumë institucione hapën dyert një orë më vonë për të dhënë kohë kandidatëve të mbërrinin në qendrat e provimeve të shpërndara në shkolla e universitetet në gjithë vendin. Provimit që zgjati plot 9 orë ju nënshtruan 554.174 kandidatë. Me këtë lajm interesant nga Koreja e Jugut, po japim fund edhe këtij edicioni. Ju vazhdoni të shëndroni këto me Gonxhën dhe kolegët e mirë.